që prej të enjtes në mëngjes, besimtarët ortodoks kanë nisur përgatitjet për festën e Pashkës, duke ngjyrosur vezët dhe duke gatuar bukën tradicionale. Këto rite ruajnë gjallë zakonet e trashëguara ndër breza. Zerdeli Gjorgji, një anvis nga fshati Kutali i Bashkisë së Këlqyrës, është një prej atyre që kujdeset që këto tradita të mos harrohen. Edhe pse veti përket një besimi tjetër, ajo respekton dhe ndjek me përkushtim besimin e familjes së burrit, duke u kujdesur për të gjitha përgatitjet e tavolinës festive. Përgatitet buka e Pashkëve edhe vezët. Buka është një mbarësi, kurse vezët janë gjaku i Krishtit. To jemi ngritur që në mëngjes, i kemi bërë se vezët duhet bëhen shumë shpejt, kur të dalë dielli, vezët janë të bëra. Dhe ne këtë rit e bëjmë gjithmonë. Për mua është një gjë shumë e bukur, se unë i festoj të dyja dhe Bariam dhe Pashkë dhe të gjitha festat i bëj, bashkë me bashkëshortin tim se e kam ortodoks. Dhe i bëjmë të gjitha rritet fetare. Kemi përgatitur kolendrat dhe këto ngrihemi shpejt dhe këto në mëngjes. Mënyra e përgatitjes tyre pak maja, një gotë qumësh, një gotë ujë, edhe pak miell, 2-3 lugë. Pastaj e lëm ja 10 minuta sa vjen kjo majaja, pastaj e zëm brumin tjetër me gjysmë kilogram miell tjetër. E lëm dhe këtë të vijë një gjysmë ore. Pastaj e punojmë prapë dhe fillojmë i bëjmë gërsheta. E marrim brumin e ndajmë në 4 pjesë. E bëjmë si në formë gërshete të vogël dhe pastaj i bëjmë dhe në mënyra të tjera. Për këtë fest, të dielën e Pashkës, familjarët, të afërmit dhe miqt mblidhen dhe festojnë, pasi kryhet edhe riti i çukitjes së vezëve. Me komshinjt japim vezët e kuqe, japim kulaçkat, gjithashtu dhe me njerëzit e afërm që kemi këtu në fshat, i bëjmë këto rite dhe bëjmë vizita nëpër familje. Ditën e diel bëhet përplasja e vezëve. Dhe kush e thyen, ai që i ngelesur me thënë sikur është çik si më me fat. Rasti i Zerdeli Gjorgjit është një shembull i harmonisë dhe bashkëtesës fetare, ku tradita dhe dashuria për familjen bashkojnë njerëzit përtej besimeve.